Korja e bukës, vlerat befasuese për shëndetin dhe stomakun. Që kur kemi qenë të vegjël, shpesh prindrit ose gjyshrit ju ka thënë se korja e bukës duhet të konsumohet pasi është shumë e shëndetshme. Një studim gjerman i kryer në vitin 2002 zbuloi se korja e bukës përmban antioksidant, që janë të dobishëm kundër qelizave të dëmshme. Sipas tyre, këta antioksidant gjenden 8 herë më shumë te korja se te tuli. Këto antioksidant mund të formohen gjatë gatimit të bukës, si në saj edhe të elementeve ushqyes. Buka përmban shumë fibër dhe ndihmon në tretjen dhe parandalimin e problemeve të sistemit tretës. Pjesa më e madhe e fibrës është te korja e bukës. Antioksidantët që gjenden te korja janë gjithashtu edhe në kulmin e vet kur piqet buka. Studiuesit kanë zbuluar se buka e grurit është ajo me element më të lartë të antioksidantëve dhe bashkëngjitur edhe me bukën e elbit. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit